Në kuadër të ditës së rinisë 8 dhjetorit, të rinjt, studentë Universitetit të Vlorës Ismail Qemali kanë marrë një ftesë të veçantë nga Agjencia Kombëtare e Rinisë për të marrë pjesë në Parlamentin e Shqipërisë. Ky aktivitet bëri bashkë studentë dhe anëtarë të Këshillit Studentor, duke u dhënë mundësinë që të jenë pjesë e një eksperiencë inspiruese, ku zëri dhe roli i tyre në shoqëri vlerësohen dhe dëgjohen. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Emanuela Selima, studente në vitin e parë Degazhu Letërsi. Jemi sot këtu pranë Parlamentit për të diskutuar mbi zërin rinor, ku fjala jon duhet të dëgjohet. Përshëndetje, që jam Leandro Grabova, jam student në vitin e 4 drejtësi, gjithashtu dhe përfaqësues i Këshillit Studentor për Fakultetin e Shkencave Humanitare, dhe sot ndodhemi për ditën e rinisë, datën 8 dhjetor në Parlamentin e Shqipërisë, ku do të diskutojmë mbi tematika të ndryshme për inovacionin e rinisë. Në kuadër të ditës së rinisë, nën kujdesin e veçantë të kryetarit të Kuvendit Niko Peleshi, në sallën plenare u zhvillua takimi vjetor i Këshillave Studentor Vendor dhe Këshillave Studentor me pjesëmarrjen e të rinjve nga i gjithë vendi, përfshi edhe ata nga Universiteti i Vlorës Ismail Qemali. Aktiviteti i organizuar nga Kuvendi në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Rinisë synoi nxitjen e dialogut midis të rinjve dhe institucioneve, duke theksuar rëndësinë e pjesëmarrjes demokratike. Të rinjt patën mundësinë të shprehnin prioritetet dhe shqetësimet e tyre, duke u fokusuar tek pjesëmarrja demokratike, arsimi cilësor, karriera, inovacioni, siguria, shëndeti mendor dhe mirëqenia. Nga foltorja e Kuvendit foli studentja e Departamentit të Drejtësisë në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali, Altea Hoxhaj. Unë jam Altea Hoxhaj, jam studente nga Universiteti Ismail Qemali në Vlorë, nga Departamenti i Drejtësisë. Kam kënaqësinë sot të flas në fakt për një temë të veçantë, sepse ajo që ne na motivon, na mban, na edukon si të rinj është arsimi cilësor dhe formimi profesional. Arsimi nuk është thjesht një proces mësimor. Ai është motori kryesor që nxit zhvillimin ekonomik, fuqizon individin dhe ndërton të ardhmen e një vendi. Kur flasim për arsimin, flasim për zemrën e një shoqërie e cila është e zhvilluar, është e moderuar, ka vlera, të edukon, të mëson se cili je dhe çfarë duhet të bësh në një të ardhme. Një arsim i mirë nuk mbaron në klasa, nuk mbaron as në auditore, nuk mbaron as përtej dyerve të universiteteve. Një arsim i mirë është mënyra se si ne përgatitemi për jetën, për tregun e punës, për sfidat që sjell pikërisht shekulli. Vi këtu nga Universiteti Ismail Qemali Vlorë, ku me nder them se më ka disiplinuar, më ka mësuar, më ka bërë madje edhe më të rritur. Arsimimi është shtylla kryesore, të bën së pari një njeri të mirë, një njeri me kulturë dhe më pas të bën një profesionist që në të ardhmen pse jo, të jemi ne në këtë vend dhe të kontribuojmë, mos largohemi prej tij. Ju falenderoj shumë. Referuesit në këtë aktivitet vlerësuan angazhimin e të rinjve në proceset vendimarrëse, forcimin e demokracisë dhe rolin e tyre në ndërtimin e një shoqërie të qëndrueshme dhe europiane, ndërsa u prezantua edhe platforma angazhimit rinor dhe qytetar të Kuvendit, e cila prej 3 vitesh realizohet përmes shërbimit të edukimit qytetar, duke u ofruar të rinjve mundësinë për t'u njohur nga afër me punën parlamentare dhe për të kontribuar në çështjet me interes publik. Pikërisht në këtë ditë të 8 dhjetorit, ditës së rinisë, studentët e Universitetit të Vlorës Ismail Qemali ngritën flamurin e Univlora në Tiranë.